Një dua, një lutje që ja ka mësua Allahu Azza wa Jall Muhammedit alayhi salam drejt për drejti. I ka thonë Allahu Azza wa Jall Muhammedit alayhi salam thuj. Ka thonë Muhammedi alayhi salam, çka më thanë ja Rabbel Alamin? I ka thonë Allahu Azza wa Jall thuj, Allahumma in aradta fi qaumin fitnatan wa ana fihim faqbidni ilayka ghayra maftunin. Allahumma në qovë se e ke vendos një fitne, një telashe, një sprovë për një popull, atërë merru mua të këti, banum që të vdes para se mu sprovu. Allahume në qovë se e ke vendos me sprovu, me i denu një popull, për shkak gjinave tyne, për shkak fitneve tyne, për shkak ranave tyne, e ke vendos me i denu, atërë merru mu të këti, para se me sprovu këtë popull, para se me denu këtë popull. E lusëm Allahun Azza wa Jall me na dhënë jetë, aqë sa jeta është e dobishme për neve, me në largu prej dunjas, kur vdekja është ma hajrë për neve, para se mos provu me fitne, me telashe që, wallahu alem sa muj me bosabër.